Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbuloni çfarë shkakton hurma arabe në organizëm dhe kush duhet ta konsumojë çdo ditë. Ato ofrojnë përfitime të mira për trupin tuaj. Hurmat arabe janë një frut që vjen nga palma e hurmës, e cila ka origjinën në lindjen e mesme dhe megjithatë, ato rriten edhe në Mesdhe, në Azi, në SBA dhe Meksik. Hurmat e thata dhe të freskëta janë të disponueshme gjatë gjithë vitit, por ato të freskëta janë më të mira midis nëntorit dhe janarit. Ka shumë varietete të ndryshme të frutave, por hurmat janë një nga më të njohurat, pasi ofrojnë cilësi dhe shije të mirë. Sipas brejtësaj, do të rendisim në këtë video përfitime shëndetësore që do të merrni nga konsumi i hurmave. Ato janë shumë të pasur me antioksidant. Hurmat arabis kanë veti të larta antioksiduese duke përfshirë polifenolet, karotenoidet dhe elementë të cilët kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve kronike. Ato mund të përmirësojnë kështu edhe shëndetin e zorëve. Studimet mbi fibrat vazhdojnë të mbështesin rolin e tyre të rëndësishëm në shëndet, duke nisur nga nxitja e një mikrobiome të shëndetshme të zorrës deri te reduktimi i rrezikut të disa gjendje shëndetësore afatgjata. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i hurmave mund të reduktojë problemet e zorrës së trashë falë përmbajtjes së lartë të fibrave dhe polifenoleve. Ky i fundit gjithashtu ka përfitime të dobishme antimikrobike. Hurmat ndihmojnë në shëndetin e kockave. Hurmat janë një burim i mirë i mineraleve për kockat duke përfshirë fosforin, kaliumin, kalciumin, magnezin si dhe vitaminën. Me të mund të lehtësoni gjithashtu edhe procesin e lindjeve. Përfshirja e hurmës në dietën në javën e fundit të shtatzanisë mund të nxjisë zgjerimin edhe një lindje më të lehtë. Ato gjithashtu mendohet se janë të dobishme në reduktimin e kohës zgjatjes së lindjes. Gjithashtu, përbërjet te fruti besohet se imitojnë efektet e oksicinës, një hormon i përfshirë në kontraktimin e lindjes. Ato mund të zvendësojnë edhe problemet që mund të lindin nga sheqeri, duke i ofruar trupit shumë përfitime. Shurupi i hurmës ka një indeks të ulët glicemik për një përmbajtje më të ulët të fruktozës së shumicës së ëmbëlsuesve të tjerë. Disa persona mund të jenë alergjik ndaj hurmave dhe përveç kësaj, komponentët e quajtur sulfide për disa individë të ndjeshëm mund të shkaktojnë simptoma alergjik. Nëse i përjetoni këto simptoma pas ngrënies së hurmave, flisni me mjekun tuaj për konsumin ose jo të tyre. Hurmat arabis përmbajnë lëndë të pasura ushqyese. Gjëja e parë që do të vëreni është se hurmat arabis kanë disa përfitime të mëdha ushqyese. Ju nuk do të keni nevojë të merrni të gjitha vitaminat kur jeni, por mund të hani dhe të pini në të njëjtën kohë falë elementëve ushqyes të tyre. Hurmat arabis janë një produkt shumë i mirë për tensionin e lartë dhe shëndetin e zemrës. Magnezi që ndodhet te hurmat arabis është gjithashtu i dobishëm kur bëhet fjala për uljen e presionit të gjakut. Shumë njerëz janë me ilaçe për presionin e gjakut, por me ngrënien e këtij fruti do të bëhet e panevojshme. Kaliumi është një përbërës shumë i mirë te hurmat dhe gjithashtu i dobishëm, sepse ai ndihmon që zemra të punojë më mirë dhe të ulë presionin e gjakut gjithashtu. Përveç kësaj janë bërë kërkime për të përcaktuar nëse hurmat arabe kanë ndonjë ndikim negativ në goditjet e zemrës. Në fakt ka disa tregime që tregojnë se magnezi zvogëlon rrezikun e goditjeve në zemër me 10% për çdo 100 mg magnez që ju hani në bazën ditore. Ulëntimet e publikuar në gazetën amerikane Clinical Nutrition treguan se hurmat arabis kanë përmbajtje të mira të magnezit, i cili ndikon ndjeshëm në uljen e goditjeve në zemër. Hurmat arabe janë një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin e trurit. Ka pasur edhe studime të kryera mbi përbërësit e hurmës arabe në lidhjen e tyre me shëndetin e trurit dhe ajo që është treguar është se ju mund të keni më shumë përfitime nga konsumi i hurmave pasi janë të pasura me vitaminën B6 që sistemi juaj e ka të nevojshme dhe truri do të punojë më mirë. Kjo thuhet se do të favorizojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj, përfshirja e hurmave në dietën tuaj përveç shëndetit të trurit
është një mundësi e shkëlqyer gjithashtu edhe për shëndetin tuaj tretës, duke ndikuar drejt për së drejti në mbrojtjen e tij dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Hurmat e arabisë janë një ushqim i mirë për tretjen e ushqimit. Nëse keni probleme me zorrën, kapslëkun dhe probleme të tjera me tretjen e ushqimit, hurmat arabe ju ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Pjesë e saj është fibrat që përmbajnë dhe kanë treguar se reduktojnë rrezikun e problemeve të zorrës së trashë dhe mund të rekomandohen gjithashtu edhe kundër shqetësimeve të hemoroideve. Ndaj, përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të japë rezultate pozitive për ju. Ju mbasi nuk e dini disa fakte për hurmat e arabisë përveç faktit se janë të shijshme dhe kanë vlera të larta ushqyese. Në këtë video do ju tregojmë disa nga përfitimet që do të merrni prej tyre. Hurmat e arabisë janë gjithashtu një ushqim i pasur me mangan, magnez, fiber, vitaminën B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur ju hani hurma arabie. Konsumi i rregullt i hurmave të arabisë bën shumë mirë kundër kapslëkut, gazdrave, fryrjeve të barkut e të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë si dhe përdoret për trajtimin e hemoroideve. Është një qetësues efektiv i dhimbjeve. Hurmat e arabisë përmbajnë shumë magnez, i cili është i njohur si përbërës antiinflamator. Si të tilla janë edhe efektet kundërhenjtjes dhe dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Ato janë efektive edhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gratë shtatzana duhet të hanë hurma arabie. Është vërtetuar se hurmat e arabisë janë të përdorura edhe gjatë shtatzanisë për ato që duan të humbasin peshë si dhe gjatë procesit të lindjes. Kjo është treguar nga një studim që ka marrë në testim rreth 70 gra, ku është parë se gratë që kishin konsumuar hurma arabie gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë pasur një proces lindje me më pak dhimbje. Hurmat e arabisë janë efektive në rregullimin e presionit të lartë të gjakut dhe parandalojnë goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur hani hurma. Pasi ato përmbajnë magnez, kalium, gjithashtu ndihmojnë për të luftuar sëmundjet koronare, kështu që janë thelbësore për shëndetin e zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat e arabisë ndihmojnë në funksionet më të mira të trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon që truri të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat janë të pasur me këtë vitaminë që ndihmojnë në përmirësimin e memorjes, funksionet njohëse dhe në qëndrimin më të fortë të fokusit. Hurmat e arabisë njihen si fruti mbretëror dhe janë frutat më të shijshëm natyral. Fruti është i shijshëm dhe ushqyes, pasi përbën deri në 70% të përmbajtjes së tij sheqer. Në mbar botën ka më shumë se 2000 lloje të hurmave, por gjithashtu është e rëndësishme që t'i keni pjesë të dietave tuaja duke ditur edhe përfitimet ushqyese që ato kanë. Ato mund të jenë një zëvendësues i dobishëm i sheqerit tuaj. Shurupi i hurmës ka një indeks të ulët glicemik dhe një përmbajtje të ulët të fruktozës për shumicën e ëmbëlsuesve të tyre. Për personat që janë alergjik ndaj hurmave, duhet të jenë më të kujdesshëm me konsumin e sasive të tyre. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj do të ndikojë gjithashtu pozitivisht në shëndetin e zorrëve. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i hurmave mund të reduktojë problemet e zorrës së trashë falë përmbajtjes së lartë të polifenoleve. Ky fundi gjithashtu ka përfitime të dobishme antimikrobike. Hurmat kanë veti antioksiduese, kështu përfshirja e polifenoleve, karotenoideve dhe elementeve të tjerë të cilat i kanë ato, kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve kronike dhe japin rezultate të kënaqshme në dobi të organizmit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.